Bashkia Dropull ka nisur procesin e përcaktimit të kullotave verore, ndërsa paralelisht po punohet për pranimin dhe lidhjen e kontratave me blegtorët. Ky proces synon menaxhimin e qëndrueshëm të sipërfaqeve kullosore dhe garantimin e kushteve për sezonin e ri veror. Ujrave, pyjeve dhe e kullotave të Bashkisë Dropull bëri parashikimin e kontratave të kullotave verore dhe dimrore, të cilat nëpërmjet një studimi që bëri përcaktoi parcelat pyjore dhe kullusore që do të kontraktohen për vitin 2026 dhe i pasqyroi në Këshillin Bashkiak. Me marrjen e vendimit të Këshillit Bashkiak, aktualisht neve jemi duke punuar për pranimin e kontratave nga blegtorët që kërkojnë të kontraktojnë nga Bashkia Dropull kullotat verore. Në total, Bashkia Dropull administron 19.406 hektar kullota, një sipërfaqe konsiderueshme që përbën një potencial të rëndësishëm për zhvillimin e blegtorisë në zonë. Bashkia Dropull ka në jurisdiksionin e saj rreth 19.406 hektar kullota, nga të cilat 9.110 hektar janë kullota verore dhe 5.827 hektar janë kullota dimrore. Duke patur një kapacitet kullusor gjithsej rreth 32.000 krerë bakthi, nga të cilat 29.105 janë dhëm dhe 2.551 janë dhi. Sa i takon sezonit dimëror, janë lidhur 57 kontrata jo vetëm me blegtorë të Bashkisë Dropull, por edhe me fermer nga bashkitë fqinje, duke treguar interesin dhe bashkëpunimin ndërvendor në këtë sektor.